që të lexojnë dhe japin më shumë të dhëna mbi pullën dhe mbi produktin dhe porosin dhe importuesin. Tani më mund të vërtetohet lehtësisht nëse një pullë fiskale e pijeve alkolike është e vërtet apo kontraband. Kjo është një provë ku rezulton se pija është me pullë të rregullt fiskale dhe e padëmshme për konsumatorin. Bëni biznes të pastër do të jetë fushata sensibilizuese e cila do të informojë të gjitha bizneset për lishmërinë të tregtuarit të pijeve alkolike. Është një fushatë që merret në kuadër të luftës kundër informalitetit, e cila është një fushatë tërësore që nuk përfshin vetëm procesin e doganave, por gjithë administratën tatimore dhe doganore shqiptare. Duam të jemi partner të biznesit, por vetëm të atij biznesi i cili zbaton ligjin dhe bën biznes të pastër. Janë evidentuar shumë shkelje nga vetë subjektet e biznesit në lidhje me pullën fiskale dhe tani më për çdo parregullsi mund të denoncojnë edhe qytetarët. We had very good support and cooperation from many businesses. Në momentin që kemi ushtruar kontroll në mallrat e magazinës, kemi vëritur një sër shkeljesh, ku disa prej tyre vijnë nga mungesa e informacionit. Ne sot gjendemi në një magazin shpërndarjeje, por ky mesazh që ne po përçojmë vlen për të gjitha bizneset. Synimi kryesor është mbledhja e të ardhurave nga akcizat, por ka të bëjë gjithashtu me shëndetin e konsumatorëve. Nëse një shishe alkooli shitet me pullë fiskale falco, ka shumë mundësi që produkti të jetë falco. Pas kësaj fushate do të fillojnë edhe masa ndëshkuese për çdo biznes që do t'i gjendet një produkt pa pullë fiskale. Kontrolli në terren do të jetë ai që do të penalizojë subjektet të cilat mbajnë, tregtojnë, prodhojnë apo transportojnë produkte pa sistema fiskale. Ndërsa pritet që barkodi të integrohet edhe në telefonat smartphone, ku çdo qytetar mund të verifikojë në momentin e blerjes së produktit vërtetësinë e pullës fiskale.